Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe sot do ndaj me ju një nga ëmbëlsirat më të thjeshta me pak përbërës dhe plot shije. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere ose tigan të thellë do shtojmë 600 ml qumësht, 100 gram sheqer, 3 lugë gjelle niseshte dhe masën do ta përziejmë vazhdimisht në zjarr të ngadalt derisa të trashet masa. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masa është trashur, do shtojmë 50 gram gjalp dhe do ta përziejmë jashtë zjarrit duke e përzierë sa të tretet gjalpi. Pasi është gati në format ose gota, çfarëdo lloj që t'ju gjende në shtëpi, do vendosim nga një biskot sipas dëshirës masën që përgatitëm e nxehtë ashtu si është. Është kënaqësi për mua që të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shënoni në koment. Pasi kemi ndarë masën në forma, e lëm pak të mpikset dhe në një tigan do shtojmë 300 gram lule shtrydhe të pastruara dhe të ndara në copa dhe do t'i karamelizojmë me 2 lugë gjelle sheqer. Do t'i përziejmë vazhdimisht derisa të shkrihen disi dhe të arrijë në këtë formë që po shihni në video. Ka një aromë fantastike. Ju sugjeroj që ta provoni. Jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Pasi janë gati, do t'i vendosim mbi to të gjithë masën e përgatitur dhe kaq që duhet e keni gati. A ka ëmbëlsirë më të thjeshtë se kjo? Jam e bindur që jo. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Pres përshtypjet tuaj në koment për këtë recetë. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe ju dëgjohemi bashkë në recetën e radhës.